deri në të momente shoh që është në rrugën e duhur, por do të shohim si do vijojë. Nëse do vijojë me të ritme, atëherë i themi bravo dhe siç e thash, në mes Tiranës aty ke busi Skënderbeut, Spaku, ti vendosim institucionit Spaku, sepse ka bërë drejtësi për shqiptarët, për ato që kanë abuzuar me djersën dhe parat e popullit shqiptar ndër vite dhe jemi këtu ku jemi sot, një katastrofë të vërtet, një rrumpall të vërtet, dhe vetëm shtet nuk kemi, vetëm çdo ditë hasim me probleme të gjithë. Do doja të qëndroja pak në këtë diskutim. E shikoni sot Sali Berishën do trembur pasi pa arrestimin e Ilir Metës në atë forum? Mendoj që zoti Berisha ka qenë i trembur që në momentin që u caktua masa detyrim paraqitje që nuk e respektoi, se nëse s'do ishte i trembur ta respektonte, të shkonte të paraqiten SPAK, jam i pafajshëm, dilte i pafajshëm. Dhe më pas me caktimin e masës arrest shtëpia pasi nuk e zbatoi detyrim paraqitje, zoti Berisha mendoj që nuk ka çfarë të bëjmë me përballë drejtësisë. Mendoni se do të ketë arrestime tjera në nivele të larta sepse do të ketë arrestime? Do shkojë në nivele shumë të larta edhe në qeveri. Edhe në qeveri do të ketë arrestime? Mendoj që do ketë arrestime, por do t'i japim kohë SPAK-ut, pasi hetimet kërkojnë kohën e tyre. Tham rastin që Çesdia ka 5 vite që është hetuar. Është shumë e vërtetë. Lobimi i LSI-s 2 vite e gjysmë edhe të tjerë. Pra kërkon kohën e tyre sepse duan prova të rëndësishme, sepse normal hetimi i personazheve kaq të fuqishëm të politikës do prova. Ndërkohë që ne flasim dhe qytetarët, tu shkruan Kalem Bilbili, kemi shumë besim të SPAK-u, thot. Ndërkohë dhe zoti Hoxha na shkruan përshëndetje dyve, jeni shumë të saktë, thot. Kjo është edhe perceptimi që kanë qytetarët tek SPAK-u, kur ti i pyet edhe në këtë komunikim live që kemi ne, e bëj shpesh që edhe vetë qytetarët përfshihen sepse zëri i tyre nuk është dëgjuar, as zëri jo nuk është dëgjuar këto 33 vite. Për të mirën e vendit tonë, për të mirën e qytetarëve jemi të gjithë bashkë, si gazetarë, si qytetarë të tjerë, dhe mendimi i qytetarëve është shumë i rëndësishëm. Dhe e thash, në rastet kur qytetarët përballen me probleme drejtësisë, gjithmonë kur më komunikojnë si gazetarët kronikës, ideja e parë që kanë të bëjmë kallëzim dhe denoncim në SPAK, tregon pra blensimin që kanë nisur tek qytetarët për SPAK-un. Igli, do doja të bëja një pyetje që lidhet me Plaren Ndecën. Sot në SPAK për çfarë është marrë Pandeu? Është marrë Pandeu për shkelje të barazisë në tendar kur ka qenë në Ministritë e Brendshme. Në Ministritë e Brendshme. Ka qenë sekretari i përgjithshëm. Po, i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme, shkelje të barazisë në tendar në komisariate në ndërtimin, rekonstruksionin e komisariateve diçka e tillë, ka kryer vepra penale, është marrë Pandeu. Tani do të shohim nëse SPAK do ta arrestojë dhe do të çojë pas prangave apo do të vendosë një masë sigurie detyrim paraqitje, arrest shtëpi, apo do ta hetojë të lirë deri në momentin që më pas do të vërtetohet nëse është e vërtetë akuza ndaj Plaren Ndecës dhe ky i fundit do të mbrohet, por do të shohim çfarë do të tregojë hetimi, por marrja e Pandeu tregon që SPAK ka prova që ky person, ky deputet i Partisë Socialiste, ka kryer vepra penale të shkeljes të barazisë në tendera, dhe do të shohim se do vijojë. Igli, do të bëjë një pyetje të fundit, e cili lidhet përsëri me një ish deputet i Partisë Socialiste Jurgjes Çyrbia. Çfarë ndodhi konkretisht që SPAK-u e arrestoi, akuza mbi të? Është vërtet normal, situata e rëndë. Është një arrestim shumë i rëndësishëm, edhe pse u sfumua nga arrestimi i Metës, sepse Jurgjis Çyrbia u arrestua të dielën në darkë. Po. Të nesërmen në Dregu arrestua Meta dhe u sfumua, por arrestimi i Jurgjis Çyrbias është shumë i rëndësishëm. Akuzohet për vepra penale shumë të rënda, për krahje e autorit të krimit. Nxjerrja e sekretit shtetëror. Kjo është shumë e rëndë, që një deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nxjerr sekret shtetëror dhe ia jep bandave kriminale, kjo është alarm për shtetin dhe do të marrin përgjegjësi, po ashtu dhe për korrupsion zgjedhor. Janë 3 vepra penale dhe kjo u zbulua nga aplikacioni Sky ECC, ku Çyrbia, ku ka qenë deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ka përdorur aplikacionin Sky ECC që përdoren nga bandet për komunikime dhe kjo është shumë e rëndë. Dhe duhet vlerësuar shumë edhe puna e SPAK në këtë rast për arrestimin e një deputeti të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zbulimi që ky person kishte me lidhje që kishte ky person me bandat kriminale në qytetin e Durrës. Arrestimi i Jurgjis Çyrbia Dermal ka treguar atë që kemi diskutuar shpesh herë bashkë në studio, lidhjen e ngushtë policia e shtetit, politik dhe krimi organizuar. Pse? Shumë e vërtetë. Atu zbulua që Jurgjis Çyrbia ndihmonte eksponentë të krimit, cilët kërkoshin nga drejtësia për të fshehur drejtësisë dhe informacionet që merrte Jurgjis Çyrbia, deputeti i Partisë Socialiste, nga policia e shtetit apo nga organet e drejtësisë, ja jep te këtij personi për të fshehur drejtësisë dhe të mos arrestohet. Dhe kjo është e rëndë. Dhe më pas kur vinte momenti kur ishin zgjedhjet, kur Jurgjis Çyrbia kishte nevojë për vota, këto eksponentë të botës së krimit të ndihmuar nga ky për të shpëtuar policisë, e ndihmonin
në zgjedhje për vota. Madje kërkonin dhe ndryshonin dhe vendin e tij në listë, nga i 5 në Durrës kaloi i 3. Kjo tregon që krimi i organizuar drejt toka dhe vendosjen e deputetëve në listë, kjo është shumë e rëndë. Dhe tregon lidhjen e ngushtë trekëndshi krim, polici, drejtësi dhe politik. Dhe kjo tregoi shumë qartë dhe komunikimin e Sky e treguan. Dhe falenderojmë partnerët tanë francez, holandez dhe Gjerman që zbërthuan aplikacionin Sky dhe ja dërguan SPAK-ut të gjitha provat për ta vërtetuar këtë vepër penale nga zoti Jurgis Qyrbja, i cili ka mbajtur 8 vite postin e deputetit të Partisë Socialiste në qytetin e Durrësit, ka qenë dhe kreu i hipotekës më parë, ka dhe një kallëzim kur ka qenë kreu i hipotekës nga Partia Demokratike për shpërdorim detyre për 4 praktike pronash në Durrës, pra është shumë e rëndë që një zyrtar kaq i lartë i qeverisë të bëj lidhjen e krimit me politikën, me drejtsinë dhe policinë dhe të zbulohet nga një aplikacion që përdoret gjithsesi nga bandat më të rrezikshme kriminale. Kjo është shumë e rëndë dhe nuk duhet ta nënshkaluar dhe se jemi fokusuar të gjithë tek meta. Jo, unë prandaj ju pyeta edhe për të pyetje në fakt. Për të qenë të balancuar, të themi të vërtetën, për të gjitha palët e normal, SPAK-u duhet të godas të gjithë majtas dhe djathtas dhe atëherë do të jetë institucioni më i rëndësishëm për shqiptarët. Për ne deri në këtë moment, si shqiptar, si gazetar, si qytetar, SPAK është institucioni më i rëndësishëm i drejtësisë, por duhet të godas të gjitha palët, të mos amnistoj asnjë. Dhe nëse vërteton dhe i çon para drejtësisë të gjithë si majtas si djathtas, atëherë ka kryer punën në mënyrë të shkëlqyer dhe më në fund në vendin tonë do të bëhet drejtësi e vërtetë dhe të gjithë abuzimet që janë bërë ndër kaq shumë vite, do nisë epokë e re, ato drejtues të rinj që do vinë të drejtojnë shtetin shqiptar, qeverinë shqiptare, nuk do të kenë më guximin të vjedhin apo të kryejnë vepra penale apo të bashkëpunojnë me krimin që është akoma më e rëndë sepse e bën të çon shtetin zero. Mesazhi po jepet shumë mirë deri në këtë moment nga SPAK.